E shoh, Ali, e shoh. E shoh motrën tënde, në rregull. Mbylle. Si i mbajtë vëllezërit e mi ti, ha? Ha? Çfarë krimi po bënin ata që i more ti, ha? Gylajshe, çfarë po bën? Çfarë po ndodh? Jam lodhur nga të gjithë që po heshtin, jam lodhur duke mbytur e vetme në këtë errësirë, më tregoni më tregoni se çfarë. Dal, bukuria ime. Mos më thuaj e bukur mua. Mos fol ko sikur më do mua, njeriu nuk e lezon atë që e do. Çfarë po thua, moj? Po zemrohem. Çfarë? Ti nuk beson se unë të dua. Më hidhron shumë. Jam duke u çmendur. Qëndro këtu. Eja pak. Shhh. Pi pak uj. Hajde, qetësohu, kaloj gjithçka. Gjithçka mbaroj, qetësohu. Në rregull. Në rregull. Gylajshe, shiko, më thuaj a je mirë. Hajde. Më shiko. A qenë ka mirë? Nuk gënjen? Të kam parë edhe më mirë. Mirë, mos qaj më, të lutem. Barbar. Mua më duket sikur po i humbas të gjitha ata që i besoja. Së pari ti, pastaj familja ime. Unë nuk ju kam bërë asgjë juve, përse po ma bën ju këtë gjë mua, nuk i kuptoj. Mirë, nuk do ta bëjmë. Nuk do ta bëjmë. A do të më tregosh? Do të ta them nesër. Gjithçka do të tregosh? Gjithçka, zemër, gjithçka. Është e vërtet? E vërtet. Përse nuk më tregon tani? Përse nesër edhe jo sot? A do të shkojnë policët sonte nëse tregon? Shhh, do ta them nesër, hajde. Shko hip në makinë, ec. Eja. Barbar. Hë? Ti, a nuk the se do të çmendesha kur të zbuloja? A do të urrej unë ty, ha? Ti tashmë më urren. Isha shumë e zemruar. Edhe shumë e lënduar. Por nuk të urrej tani. Së pari zbulo gjithçka. Dhe pastaj do të shohim nëse më urren apo jo. Në rregull? A nuk po friksohesh? Kam shumë frikë. Eja. Hyr. Drejto me kujdes. Punë të mbarë.
Para se të mbrijnë një klient i ri, ti tregojnë gjithçka Merxhanit. Merxhan. Sabiti ku është? E dërgova lart, por ai nuk fjeti deri në mëngjes. Mirë. Tani të flasim derisa ai flen. Lëri atë dhe ulu. Mirë, le të flasim. Nizame Yupoglu. Është në parkun Riva. Dhe? Ai erdhi për Gylajshin. Të thash që unë dhe Barbari morën një vendim, atë vendimin e rëndësishëm. Barbari ka për të treguar Nizamit të gjitha. Dhe nesër do t'ja prezantojmë Gylajshës babajnë e saj. Xhaxha Nizam. Ku është deri tani vir? Ku është vajza ime? Është mirë ajo. Xhaxha Nizam, vajza jote është mirë, mos u shqetëso. Por së pari ne duhet të flasim. Kjo është e rëndësishme. Hyma, ti dhe Xhemali do të ngjiteni lart. Pse unë nuk mund të vi? Hyma, po bëjmë një operacion policor shumë të rëndësishëm tani. Do t'ju them gjithçka më vonë. Xhemal ec, Vëlla Taksim edhe ti. Hajde vajz, Tahsin. Merr ma çantën lart. Hajde vajz. Hajde. zonja Axhere. Xhaxha Nizam. Doktor? Çfarë po bën ti këtu? Xhaxha Nizam. Mund të ketë nevojë për të. Si... Çfarë thua? Ka polic kudo, sigur dikush do të përpiqet për jetën time. Ai solli edhe një doktor. Më tregoi kur do të disja. Çfarë po ndodh Barbaros? Xhaxha Nizam. Ti do takosh vajzën tënde. Por procesi do të jetë i vështirë. Eja. Uluni po deshet. Të filloj? Xhaxha Nizam. E mban mend këtë vend Xhaxha Nizam? Vajza jote? Ju shit këtij njeriu me emrin Çatall. Ky është vendi i tij. Pesë jetim që janë fëmijë rruge në vendin e këtij njeriu nxorrën vajzën tënde nga i kosh plerash. Ti e pe atë. Sipas dëshmisë që ata fëmijë dhanë, atë natë vajza jote u soll atje me këtë makinë. Është makina e Nerminit kjo? E rëmbeu Nermini vajzën time? Fëmijët e pastre dyshonin për motrën Nermin në fillim, por nuk ishte ajo.
Motra Nermin u vra atje nga një fëmijë rrugës. Ai e goditi me thik. Nermin? Urdhroni? Një takim me komisar Barbarin. Komesar, Le të shkojnë. urdhroni. Bëjeni syt 4. Vlla, Përshëndetje. përshëndetje. A s'ka përfunduar ende biseda e Nizamit me Barbarin? Jo vlla, nuk kam mbaruar, por ju vazhdoni. Ndihesh më mirë, Xhaxha Nizam. Nermin? Për shkak të vrasjes së Nerminit, e gjithë kjo polici, të gjitha këto operacione, mendoj se është e lidhur. Vërtet? Po fatkeqësisht, Xhaxha Nizam. Ne kishim një dëshmi, por pas vrasjes së motrës Nermin, ndryshoi gjithçka. Ne mendojmë se vajza juaj u rrëmbye dhe motra Nermin u vra nga i njëjti person. Siç mund të imagjinoni, ne kemi të bëjmë me një vrasës. Kush? Pas rrëmbimit të Larës, një ditë policët erdhën në rezidencë Xhaxha Nizam. Të kujtohet kur nëna ime u akuzua dhe unë i sulmova? Të kujtohet? Nëna ime nuk do të bënte këtë. Nuk do ta bëj. Gjej kriminalin e vërtet. Largohu. Nëna fjeti me mua. Ajo ishte me mua. E mbaj mend. Ishe kaq i vogël, por i sulmove policët. Atë ditë më the diçka në dhomën e Larës. E mban mend këtë? Nëse nuk do kishte dëshmitar, a do të dëshonit familjen? Dyshimi për familjen tënde është shumë më i keq dhe më i rënd se sa tradhtia e tyre. Çfarë do të thotë kjo? Më mirë të jesh i bafajshëm se mizor birë. Do t'jetë e vështirë të përgjigjesh. Më vonë në ditën e gjykimit. Është më mirë të shtypësh nga tradhtia, por mos i shtyp njerëzit me dyshime. E mbaj mend, të shtypesh nga tradhtia, por mos i shtyp njerëzit me dyshime. Nuk kam dyshuar kur për familjen time. Por tani jam i dërmuar nga tradhtia e tyre. Shirin? Shirin? Nuk dyshove kur për familjen tënde, Xhaxha Nizam. Mua dhe nënën time na konsiderove si antar të familjes. Por ti nuk e kishe ide se Shirini do të merrte vajzën tënde nga djepi i saj. Nusja jote Naz.
Mori vajzën tënde nga nëna ime dhe e hodhi në plera. Ti as për të nuk dyshove. Ne kur nuk dyshuam në familjen tonë. Ne nuk mund të dyshonim tek ata, por ata na shtypën me tradhtinë e tyre. Vllai yt me nderesi. Nderesi? Ai e shiti vajzën tënde. Valla! Valla! Ulu të tani zam, ulu. 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 Valla! Ulu. Mete! Mete! Të lutem valla. Valla. Xhaxhani zam qetësohu. Valla. E pi pa kujt të lutem valla. Vlla shiko. Prit një minutë, ma lërë mua. Në rregull. Faleminderit. Ditën e mirë. Ju bëft mirë. E shumë lirë që nga. Sht. Hajde, eja një të hamë mëngjes para se të fillojnë klientët e rinë. Eja. Eja, nuk do vije vëlla Aliu dhe të tjerët? Vëlla Aliu dhe të tjerët janë duke bërë diçka për të cilën do ta dim nesër edhe ne, dhe është Zoti. Diçka por i kthehet. Nesër nuk vën kjo, do me thënë. Agent? Agenti Jakub, ti e di me siguri, apo jo? Motër Gylashe, mos fol kështu. A nuk kam qenë gjithmonë në anën tënde? Sigurisht. O, po vjen klienti. Nuk duhet të presim ata, po shkojmë një herë. Shikoj ti çakallin. A e pse si janë bathi, ha? Mirë se erdhe Hoxh Jusuf. Mirë se u gjeta. Hoxha Jusuf, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, punë të mbarë. Gjysh! Harun! Gjyshi! Harun, Luanin! Harunin! Oh, faleminderit Zotit. Jakubim? A je ti? Je rritur kaq shumë? Duket se është diçka mrekullueshme të jesh në i dikujt. Gjysha është e zemëruar, Gjysha jote është gjithmonë e zemëruar. të padashtur. Ja? Hajde, ja? Ku keni qenë? Ha? Isha shumë e shqetësuar këtu. Çfarë? Ti, ishe e shqetësuar për ne? Pse e befasuar, vajs? Ti e ke në shtëpinë e mëngjesit dhe tashmë është mbrëmje dhe ke ikur. Mendova se ju ndodhi diçka. Vërtet e shqetësuar? Me të vërtet e shqetësuar se diçka na ka ndodhur. Sigurisht që po, birë. Hajde, eja një mrenda. Hajde. Që tani e tutje kushdo që të quan të poshtur, do të merit me mua gjyshe. O, zoti madh. Hajde, shko që në gjimë. Shko.
Hyni brenda, hyni. Hyni brenda pra. Hyni brenda. Ja. Shih, sa bukur. Nuk është. Çfarë nuk është valla Sabit? Të jesh një pi dikujt. Nuk është gjithmonë e mrekullueshme. Është kënaqësi të jesh vëlla i dikujt. Motër Gylashe, a do takosh gjyshin tim Abdullah? Sigurisht se do të takoj, si nuk mund të takoj. Mirë se erdhe Xhaxha Abdullah. Faleminderit, vajzë. Më tha Jusufi, ishte ti që shpëtove nipërit e mi. I more dhe i mbrojtje. Zoti qofti kënaqur me ty. Zoti t'i dhash të gjitha të mirat. Bia ime zemërgjerë. Gjyshi Abdullah, çfarë bëre tani do të më sjellësh lot në sy? Shiko, kjo është vëllai im Sabiti. Gëzohem që u njohëm. Nëse jeni të uritur, e të ham mëngjes, nëse dëshironi apo jo? Jo, ne nuk jemi të uritur. Faleminderit. Hoxha Jusuf u kujdes për atë punë. Koha e lutjes po afrohet, duhet të jemi në xhami. Shkojmë, vëlla Abdullah. Ha, fëmi? Jakub? Harun? A do thot kjo se po ndahemi tani? Keni kujdes. Në rregull? Në rregull. Hajde shkojmë, çfarë presim më? Hajde shihemi. Hyni, fëmi. Gylashe, mos i lërë të ikim. Vëlla Sabit, mirë. Mos largohem. Mirë, në rregull. Bia ime me aron parajs. Më qej bia ime. Quajti atë erë si parajs. Mu kujtua. Ishte një baba që kërkon të vajzën e ti. Ende lartëk. Vëlla. Jam mirë. Do të përmirësohem. Do të ndihem më mirë kur të takoj vajzën time. Atëherë do të bëhem mirë. Oj, Menderes. I do që semra.
se ndihem si kur kjo është qetësia para stuhisë. Po ndodh diçka. Dhe ju e dini këtë apo jo? Zonja Huma. Motër Gjano, për hir të Zotit mjaft më thirrë zonjë. Ju nuk keni thënë asgjë gjatë gjithë kësaj kohe. Diçka po ndodh. Ajo unë e vetmja që nuk e di? Motër, qetësohu pak. Nuk mundem. Sepse edhe ju jeni të shqetësuar, e shoh në sytë juaj. Barbarosi kreu një operacion në rezidencë dje. Ç'ndodhi? Ky operacion nuk është një operacion ribashkimi Xhaxhabi, apo jo? Por Barbarosi e gjeti rrëmbyesin e Larës. Të gjithë policët dhe të tjerët. Hyma. Hajde, motër, lëre Barbarin që të viti bëj pyetjet. Nuk mund të pres, ju lutem, sqaroni. Të lutem, motër, prit Barbarin. Kush janë ata vëlla? Kush rrëmbeu vajzën e xhaxhait tim? Huma, mos na bëj të flasim. Do të mërzitem. Kush e rrëmbeu atë? Kush? Na të papa yt. Hyma, prit! Më lën mua. Kështu e mbulon fajtën ti, duke shpifur për prindrit e mi, Hyma, edhe ti gjithashtu e di se kjo nuk është shpifje. Edhe ti e di shumë mirë sepse ju gjithashtu e dinit në fakt se prindrit tua janë fajtor. E vetmja gjë për nënën time është se i pëlqen të shfaqet. E vetmja pengesë e babait tim është sa i luan bigjos. Nuk ka bigjos. Hyma, nuk ka bigjos. Byllëzykën e rem që ma tregove ti? Gjeta një byllëzyk të vërtet në kasafortën e Suatit. Çfarë? Hyma, dëgjo. Ari nënës tënde ishte në atë kasafort. Baba yt nuk i ka lënë peng në bigjos, duhet ta dish këtë. Ai dha ato para shantazhi në mënyrë që mos zbulohej se ai kishte shitur mbesën e tij. Këto jam vetëm disa butallalaqe. Jo. Kasaforta ju e është? Për Ari është nënës tënde. Hyma. Më shiko. Suati regjistroi natën kur Gylajshin e hodhën në plehra. Ai ka në duar pamje filmike që do ndihmojnë në ndëshkimin e keqbërësve, Hyma. A duhet të kërkojmë një arsye? A duhet të kërkojmë arsye tjetër, Hyma? Si kështu? Ata janë nëna dhe babai im. Një nën dhe baba. Si mund të hedhi një fëmijë në plehra si pkin?
Shirini është fiksuar duke thënë se do të kujdesej për dajen tim. Ajo as sot nuk erdhi. Është mirë. Sa bukur. Ne jemi vetëm tani. Hajde. Atëherë mendoj kështu. Nëse zonja Shirin nuk do të vi këtu, a mund të ham një darkë nga duart e tua atëherë? Shikoj këtë. Mirë. Është shumë e shijshme. Çfarë po ndodh tani? Ma pushove nga puna, Dëshoje! Çfarë ngadal? Si mendon më ngadal, ë? Në çfarë shpreson Menderes, ë? Në çfarë mbështetesh? Un kam në dua regjistrime që mund të të vënë pas hekurave që të mos dalesh më. Kupton? Në çfarë drejtë shpresoni ju kështu? Suat, më kërcënove një herë duke thënë se do t'i publikosh regjistrimet online dhe të pushuan nga puna. Tani po më kërcënon për herë të dytë. Mos guxo. Por nëse na fshin nga ato video ku jemi edhe ne, dhe nëse i dorëzon policisë vetëm pjesën ku shihen jetimet, Menderesi mund të të punsoj përsëri, apo jo burrim. Nëse bëj diçka të tillë, policia më arreston mua. Për çfarë pune po flisni tani? A e shikon tani? Në çdo situatë Suati është fajtor. Pra tani bën mirë t'i fshish ato regjistrime. Dhe unë do të luaj me ato regjistrime që kam, si të dua. Do të them në gjykatë se regjistrimet janë dërguar nga një person i panjohur. Edhe nëse të gjithë tjerët besojnë, ai Barbaros apo kujdi cili nuk do besoj. Njeriu më pyeti nëse e kisha aparatin me vete atë natë, çfarë do i them unë? Mund të dërgoj jashtë vendit. Dhe ti do të largohesh e para datës së gjyqit. Dhe ashtu tash më je pushuar nga puna, ë? Si thua? Unë nuk do të shkoj askund Menderes. Nëse jo në këtë kanal, mund të gjej një punë në një kanal tjetër. Por nëse ti luan me regjistrimet që ke dhe i çon në gjyq, atëherë nuk do të digjem vetëm unë. Do ju djeg gjithve. Dhe do sigurohem të gjithë ta shohin origjinalin. Suat, po të kërkoj për herë të fundit. A do t'i shkatrosh ato regjistrime, a do të shkosh jashtë shtetit? Menderes, po të them për herë të fundit. Unë nuk po shkoj askund. As mos mendo të luash me regjistrimet dhe me mua, kupton? Çfarë do bëjmë? Sa njerëzve mendon se u tha Suati se i ka regjistrimet në duar. Jo, ai nuk i ka treguar as gruas së tij, kujt i tregoj tjetër. Ke të drejtë. Të paktën mund të qetësohemi për këtë. Gjithsesi, hajde, më bëj një filxhan kafe të këndshme. Le të kthejmë humorin që na iku për shkak të Suatit. Largoje nga rruga Suat Qëtinerin. Vrasja le të qëndrojmë mbi çatallin.
Hyma? Vajza ime. Zonja Haxher, nëse keni nevojë për ndonjë gjë, do të jem këtu unë. Faleminderit, Bir. Do t'ju njohtoj. Mirë, zonja Haxher. Hyma? Shiko, edhe unë po vija drejt teje. Hajde tani me mua. Hajde. Kalo, Bi. Kalo.